Dje në orën 14, kur në Bruksel ulën në një tavolinë të përbashkët të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, karrika e Shqipërisë mbeti bosh. I vetmi vend që mungoi në samitin e nivelit më të lartë ishte Shqipëria dhe i vetmi lider që nuk u paraqit ishte Edi Rama. Në vend të tij, Ferit Hoxha, ambasadori shqiptar në BE, u detyrua të përfaqësojë shtetin shqiptar me një justifikim që zyrtarisht quhet angazhimi i rëndësishëm i kryeministrit, por diplomatikisht përkthehet si krisje serioze marrëdhënieve me Brukselin. Burime nga përfaqësia shqiptare në BE pojnë se mungesa e Ramës nuk ishte spontane. Ajo përkon me publikimin e strategjisë së re të Komisionit Evropian për zgjerimin, të cilën komisionerja për zgjerimin Marta Kos e shoqëroi me një deklaratë që tronditi sallën. Nuk dua të mbetem në historinë e BE-s si komisionerja që solli kalin e Trojës në Europë, por shqyrtoi masa si periudha tranzitore dhe monitorimi i përhershëm për vendet kandidate. Asnjë vend nuk u përmend me emër, por mes rreshtave, mesazhi ishte i qartë: Shqipëria është tashmë në vëzhgim, dhe mungesa e Ramës në këtë takim ishte shenjë frikës politike, jo e angazhimit diplomatik. Në Bruksel, Komisioni Evropian ka dorëzuar për vendet anëtare një raport të veçantë për Shqipërinë, i cili sipas burimeve të pamfleti e cilëson vendin si model të pushtetit të pakontrolluar, klientelist dhe të korruptuar. Raporti nuk është publik dhe nuk do të bëhet publik, por është shpërndar në kryeqytetet e vendeve kryesore anëtare të BE-s, përfshirë Berlinin që ka marrë përsipër financimin e monitorimit të Shqipërisë në periudhën e re të zgjerimit. Në thelb, ky raport është një akt mosbesimi ndaj qeverisë Rama, që përshkruan me detaje lidhjet e errta të qeverisë me qarqe financiare ruse dhe kineze, përfshirë skandalin e aeroportit të Florës, ku zbulua origjina ruse e kapitalit përmes ndërmjetësve të Bexhet Pacollit. Pas këtij skandali, Bashkimi Evropian i ka bërë të qartë Tiranës se çdo projekt strategjik me financim të dyshimt do të monitorohet nga afër.